Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne. Sot do diskutojmë rreth realitetit, sfidave dhe përparësitë që sot i kanë Brezi i ri, po ashtu do të fokusohemi në një pikë kyçe, i cili është projekti i pikërisht këtyre brezave të ri, pra promovimin e vlerave humane dhe pikërisht për të diskutuar këto tema, kam nderin të kam sot në studio Djellza Bejrani, Linda Berisha dhe Selbi Hysav këto prezente. Përshëndetje. Si po ndjeni sot? Rahat, mirë? Mirë shumë, faleminderit për ftesën edhe për mundësinë. Faleminderit të ty që keni gjetë kohë për një orare me të vërtetë kështu gjatë mbushur me shumë aktivitete, po ashtu edhe projekte, pra, dhe kemi më shpalosur to këto. Djellza, atë fillojmë me ty. Po. Brezi i ri në shkollën Hivzi Sulejmani. Jo si këshilltare, si e shene? Realisht, do më thonë prej pozitës si këshilltare për karrierë, por edhe njëkohësisht si mësimdhënëse se gjuhës angleze që kam qenë edhe më herët. Brezi i ri, e sidomos në gjimnazin tonë, Hivzi Sulejmani në Fushë Kosovë, është një gjenerat realisht shumë e mirë. Është një gjenerat e cila është e zhvilluar jo vetëm akademikisht, por janë të respektueshëm, bashkëpunues me njëri tjetrin dhe gjithmonë një hap me kohën për me marrë pjesë në aktivitete, në projekte të shumta, gjithmonë domethënë në promovimin e vlerave të tyre si nxënës. Po ashtu kanë një bashkëpunim shumë të mirë edhe me profesorët, me stafin e shkollës, si edhe drejtorin e shkollës, për arsye se ne gjithmonë mundohemi me mbështet që ata me qenë sa më të mirë në çdo fushë ata e kanë zgjedhë. Edhe si këshilltare mundohemi i motivu edhe me gjithë drejtimin e tyre ata, se ku kanë aftësi edhe interesa, ku kanë pikat e forta për me kriju një të ardhme sa më të mirë. Pikërisht ku filloni pra me këshillimin? Ndoshta në klasat më të hershme apo? Viteve të fundit, këshilltarja për karrierë është domethënë një term i ri që është implementuar këto vitet e fundit, po kemi këshilltarë për karrierë që nga shkolla fillore me ollët, domethënë klasa 6-9, aty orientohen gjithmonë duke u diskutuar me këshilltarën për karrierë për shkollat e mesme, mandaj ne në shkollat e mesme fillojmë domethënë i këshillojmë, i motivojmë, i kemi disa formular që i plotësojmë për gjetjen e njohurive dhe interesave të tyre dhe aftësive që i kanë. Fillojnë nga klasa dhe deri me klasën e 12, por gjithmonë fokusohemi më shumë te klasat e 12-ta, për arsye se ata janë domethënë gjenerata e fundit që duhet patjetër me gjetë udhën e tyre për në fakultet ose në profesion, drejtime profesionale që ata i zgjedhin ose kanë aftësi. Sa keni vrejt rëndësinë pikërisht këshillimit për karrierë? Është shumë e rëndësishme, edhe e domosdoshme që secila shkollë me pas një këshilltar për karrierë, për arsye se i ndihmon shumë nxënësit me gjetë veten e tyre, me gjetë aftësitë e tyre që nuk e dinë që i posedojnë, për arsye se nëse kush nuk ja vë në pa ato aftësi, ata i kanë të mshefura dhe nuk i dinë. Kështu që është shumë e rëndësishme, edhe mendoj që çdo shkollë duhet ta ketë një këshilltar për karrierë, sidomos shkollat e mesme, për arsye se ne i aftësojmë nxënësit për zhvillimin profesional më tutje. Po pikërisht sepse dhe klasa 12 duke se është ajo, ne kur e kujtojmë veten klasën 12 e kemi atë hutimin, skepticizmin se ku duajmë me vazhdu, sepse ka shumë rrugë dhe kur është dikush që është aty afër teje, është një mbështetje dhe ti qartëson pak a shumë, është diçka shumë e mirë besoj. Po, se është domethënë faza përfundimtare për ta, është një dilemë se a do të me vazhdu ku ata kanë dëshirë apo me hulumtu tregun e punës që ka po paguhet më shumë, ose ndoshta nga njëherë vijnë nxënësit që nuk kanë prirje aq shumë për atë profesion, po e zgjedhin më shumë për arsye se paguhet mirë ose po kërkohet. Gjithmonë mundona me motivu që ata me zgjedhin një profesion që e dojnë, se në momentin që zgjedhin një profesion që e dojnë, atëherë është si mos me punu asnjëherë, në momentin që e bën me qef profesionin tënd. Ndoshta du të me bo një kompromis aty, pra me po ku kemi prirje, çka po dojmë me bo, po ashtu edhe sidomos pjesën ku paguhet, sepse ajo është gjëja kryesore në fakt për jetesë, kështu që
e përmendëm pra mbështetja kryesore po ashtu edhe në shtëpi. Sepse nëse konstant inkurajohemi edhe nga prindrit, nga familjarët e tjerë, për me vazhdu në fushat ku kemi prirje, ku kemi dëshirë, atëherë gjithçka bëhet me lehtë, pra gjithë sistemi është si një lloj zinxhiri, mundem me thonë. Po, fakt. Gjithmonë do të më thonë, përveç ndihmës që e marrin në shkollë, gjithmonë e ka ndihmën edhe mbështetjen për krajën e prindërve, për profesionin që ata dëshirojnë me vazhdo tutje. Në cilat fusha zakonisht e keni pa që po kanë fokus centrin? Këtë vitin e fundit, më shumë rreth shkencave kompjuterike, programim, IT, arkitektur, po kemi edhe nxënësa që dëshirojnë, domethënë po foli për gjimnazin tonë, që janë ose kanë prirje për inxhinieri elektrike, mekanike, kështu. Domethënë ma shumë këto profesione. Pra gjitha këto profesione goxha të komplikume dhe që dojnë goxha shumë punë, por po besoj ata informohen për këtë rrugtimin, kështu që përgatiten paraprakisht. Po, se ndoshta kjo ja bën se është gjimnaz, natyrore dhe shoqërore dhe nxënësit e gjimnazit zakonisht janë nxënës të shkëlqyeshëm shembullor si në sjellje edhe në nota, edhe gjithmonë fokusohen profesione që janë më të vështira, po ato i kanë dëshira dhe ato besoj që vazhdojnë. Përmendëm edhe sjelljet, pra. Çka mendoni që ka ndikuar për më përmirësuar edhe sjelljet e nxënësve, më përmirësuar edhe bashkëpunimi mes tyre? Unë mendoj që në gjimnaz, në shkollat të mesme, nxënësit janë më të pjekur, kuptojnë më mirë edhe vese janë të formuar. Vese vinë, domethënë nxënësit e formuar edhe nuk kemi asnjëherë probleme të mëdha. Momentin që fillon ora e mësimit, domethënë janë shumë të qetë, shumë të respektueshëm edhe ndaj profesorëve, edhe ndaj stafit tjerë, domethënë edhe me njëri tjetër nuk kemi asnjëherë probleme me shkollën tonë. Pikërisht te kjo pikë, isha të fokusohen tek Linda, profesoresha, e cila po besoj është ajo që e drejton klasën, pra dhe mënyra se si qasen jo, ashtu qasen edhe studentët, pra kanë të njëjtin respekt. Indërciat respekti, në momentin kur një sillim e mirë dhe respekti për nxënësave në anën e profesorave është 10 fish edhe më i madh. Kemi pas fatin që, si e përmeni dhe Djelza, në shkollën tonë në gjimnaz, të gjithë nxënësit janë tepër të mirë, si me sjellje, që është shumë e rëndësishme në formimin e karakterit të tyre, edhe në mësime. Mësojnë shumë edhe janë shumë nxënësa pozitiv, edhe shumë kanë qef për me mësu edhe për këto aktivitetet që na i zhvillojmë bashkë me nxënësat edhe me stafin e shkollës. Tani më edhim se është mundem me qujtë epokën digitale, pra po rritet një ritëm që do të me përcjell kështu me nguti ndoshta. Cilat janë ato sfidat kryesore të mësimdhënies, pikërisht tash? Të e marrë parasysh që profesioni mësimdhënies është një profesion i shenjtë edhe shumë i mirë, që t'jap shumë dashni. I ka edhe disa sfida, sidomos në epokën digjitale si e përmenet, që edhe nxënësat, sidomos në shkollat e mesme, që janë pak më të rritur, janë një hap para me teknologjinë. Si sfidë, nëse mujna me qujtë për neve mësimdhënësat, është që do të më konë edhe na një hap me teknologjinë, me ndjek trajnime, mënyrë që edhe mësimi mos më bu monoton, po me mujtë me kriju një mjedis më pozitiv, zbashku me nxënësat, për me mbajt mësimin më mirë. Në botën që na po jetojmë tash, në botën e teknologjisë, nga njëherë nxënësat hutohen nëpër telefona, rrjete sociale, mirë po ne si mësimdhënësa mundohemi që me gjetë një balancë, edhe me bo më të mirën që me rujt edhe mësimin, po edhe përdorimin e teknologjisë në momentin kur na kemi nevojë për orë mësimore. Kështu që na me pas një efekt më pozitiv të mësimdhënies, edhe të landëve që na i shpjegojmë, po ashtu dhe nxënësat me pas më shumë motiv edhe më sukses në nota edhe në krejt këtu. Pikërisht implementimi i teknologjisë që mos me demonizu një farë mënyre telefonin, këtë rast, apo kompjuterin, apo përdorimin e teknologjisë përgjithësi, do të me qitë ato anën pozitive, pra, sepse është mundemi përdorë shumë për të mirë, pra, gjithmonë është ajo mënyra korrekte për me përdorë apo në më të mirën. Ju si e implementoni këto, cilat janë ato metodat e arta që i keni gjetë? Po, të marrë parasysh landa që ne jap në shkollë është një landë zgjedhore. Ma shumë e përdorim teknologjinë me projekte të nxënësave, edhe jo me mësim klasik që ka qenë të në kohën me shkrujt në tabeli kështu. Kjo e bën edhe më atraktive dhe ngjall më shumë interesim tek nxënësat. Zakonisht unë praktikoj që bojmë projekte së bashku me nxënësat,
i ndajna në grupe, edhe temat të cilat unë i spjegoj, i bëj kështu në prezantime, që janë shumë ma të kapshme për nxënësat, edhe është shumë ma interesante dhe vëmendja është shumë ma e madhe, se në momentin kur kthehemi në mësim klasik, edhe mundohemi që ose me shkrujt ose me bu diçka, që ju bot pak ma monotën. Tu e marrë parasysh, në shkollë praktikohet shumë në gjimnazin tonë, kjo puna me projektor, me projekte, që e bën ma atraktive edhe efekti është shumë ma i madh tek nxënësat normal, në landët që janë ma të kapshme, që mësojnë ma lehtë se në landët që kërkojnë ma shumë përkushtim në mësim normal klasik me shkrime. Pikërisht edhe është kjo mënyrë më interesante, sepse largohet ndoshta edhe frika, sepse mundemi me pas një trend, ndoshta prezantimin e parë, dytë e kështu, por tashmë ne fillojmë me prezantime me mësime jo tradicional, pak a shumë mësime i ri, pra e largojmë atë frikën, me bashkëbisedim, me projekte në grupe, kitë janë ato që me të vërtetë ndikojnë edhe në logjikën tonë dhe në frikën, po ashtu edhe në psiqikën. Edhe tash është një plus shumë i madh, se nxënësat me përdorim të teknologjisë kanë edhe më shumë besim në vete, edhe nuk e kanë atë ndrojtjen që me dalë me prezantu para dikujna. Ky është një plus shumë i madh edhe se i ndihmojnë njëri tjetrit, kanë qef shumë që me punu në grupe, që me krahasu ndoshta me gjeneratat e kalume, që nuk kam pas shumë qef me dalë para të tjerëve me prezantu ose me pas dëshirë me ndihmu dikujt, tash këto gjeneratat e reja e kanë shumë. Nuk kanë hiç ndrojtje, sidomos kur puna për projekte, gjithçka që lidhet me teknologji, hiç spritojnë edhe janë të parë që kanë qef me dalë dhe me prezantu, me shfaq idetë, e të janë sa më shumë, edhe që me pas mundësi edhe me motivu të tjerët, edhe me i tregu që edhe ti mundesh me dalë me hik frikën se nuk është kurrë. A mendoni që ky vlerësimi i vazhdueshëm në fakt po i lën në plus pra nxënësit? Po. Se kur je të në kohë në vlerësim, i sheh, domethënë gjatë të kohës është shumë ma lehtë edhe edhe ata mundohen ma shumë. Në momentin kur e bojna një vlerësim jo shumë të vazhdueshëm, kanë me nejt pak si në hije, edhe në qatë periud kur do në me ndodhë vlerësimin gjallën ma shumë. Mirë po në momentin kur jemi në vlerësim të vazhdueshëm, vazhdimisht janë aktiv edhe ndikojnë që me pas ma shumë sukses. Po sepse mund të kemi ndoshta edhe ajo koha e vlerësimit asosiohet pra me stres, mund t'jetë edhe kjo një faktor, pra që e ka eliminu vlerësimi vazhdueshëm. Po pak, po në shkollë, si që përmendi Gjilza, nxënësat mundohemi që me javë largu që të punën e stresit, të e marë parasysh që në mëndet me ndiku shumë keq, masane edhe në aspektin e gjendjes shëndetësore, edhe me u tregu sa ma tafërt, që edhe ata me pas ma shumë sukses, po edhe ne si profesora dhe si staf i shkollës, me pas shumë ma let edhe me i vlerësus të që shtët. Atëherë dua të ndroj kështu mësafiren këto, dua të fokusohem tek Selvi. A mundesh me na tregu ma shumë për projektin për promovimin e vlerave humane, çka konsiston, se aty në ato fushat kryesore dhe cili është misioni në fakt? Po, në rregull. Atëherë është viti i tretë në të cilën po mbahet ky projekt, promovimi i vlerave humane në kuadër të Kryqit të Koq. Ka pasur shumë rritje në interesim që të marrin që nxënësit të vinë si pjesëmarrës në këtë projekt. E kemi që në vitin e parë ka marrë pjesë vetëm 7 shkolla, ndërsa tani në vitin e tretë janë afër 40 shkolla në nivel vendi të cilin po marrin pjesë. Domethënë gjithashtu nxënësit përmes projekteve edhe aktiviteteve, të cilat janë të interesuar, domethënë ndihmojnë njerëzit në nevojë, po ashtu edhe ne si shoqëri kontribuojmë që të bëhet një rreth sa më i mirë edhe po pikërisht sepse është një iniciativë shumë e mirë. Është një iniciativë tepër e mirë, pra në fakt dhe e përmendëm pra 7 shkolla kanë qenë nga viti i parë dhe nga viti i tretë në 14, kështu që është rrit interesimi, është rrit ndërgjegjësimi në fakt, sepse është një humanizmi, është një veti e cila një veçori, është tek ne, pra është brenda neve, pra duhet vetëm të shfaqet pak a shumë dhe me këto projekte po bëhet realitet. Po, atëherë dua të cekë edhe 4 fusha kryesore të cilën janë pjesë e këtij projekti. E kemi fushën e parë e cila është fusha me karakter humanitar, që në këtë fushë, domethënë nxënësit kanë marrë pjesë që të ndihmojnë 3 familje në nevojë, nënave vetushqyse me ushqim, me veshmbathje si edhe me pajisje elektrike. Domethënë gjithashtu nxënësit kanë shkuar edhe tek kopshti i shtetit Gëzymi Ynë, në të cilin kanë bërë aktivitete me fëmijët, edhe po ashtu kanë dhuruar lodra si edhe libra të ndryshme. E kemi fushën e dytë, e cila është fusha për projekte për ndërkulturor, për promovimin
e bashkëtisjes edhe tolerancës, që në këtë projekt ku bëj pjesë edhe unë, këtu kemi krijuar një libër digital ku i kemi intervistuar 3 familje me të komuniteteve të ndryshme. Edhe këtu domethënë na pas mbarimit të librit ose pas realizimit të librit, ne do ta postojmë këtë në media, në portale, si edhe do ta dërgojmë në shkolla të ndryshme. E kemi projektin e tretë, e cila është projekti me fushatën kundër dhunës. Domethënë këtu nxënësit kanë krijuar një poster të titulluar bashk kundër dhunës, që në këtë projekt, në këtë poster është i vendosur QR kodi në skej të posterit, ku këtu domethënë mbasi nxënësi ose personi ta skenoj, në momentin që ta skenoj, do të dalë një video sensibilizuese ku nxënësit e shkollës tonë janë duke treguar mesazhe kundër dhunës. Pashtu e kemi edhe fushatën e fundit, e cila është fusha për mbrojtjen e mjedisit edhe riciklimin e materialeve, që në këtë projekt nxënësit kanë krijuar një klub të emëruar Të Rinjt për një qytet sa më të gjelbërt, që këtu domethënë nxënësit mblidhen 2 herë në muaj që të pastrojnë një pjesë të qytetit, edhe pashtu kemi bërë edhe mbjelljen e luleve edhe pemëve të ndryshme në oborrin e shkollës. Pra goxha do pika atraktive, po edhe që me të vërtet ju dini pak jashtë, ndrohet rutina, fusha shumë të rëndësishme të cilat ja vlen për mu fokusu të këto. Juve, qa ju ka intrigu? Mu më shumë të edhe më ka pëlqet projekti ynë, i cili është projekti ndërkulturor për promovimin e bashkëjetesës edhe tolerancës. Më pëlqen edhe shumë mënyra se si është zhvilluar ky aktivitet, për shkak se ne si nxënës jemi mbledhur bashkë, kemi krijuar shoqëri, mblidhemi edhe intervistojmë familje të cilat kanë nevojë për ne, edhe kjo tregon edhe që ne jemi edhe humanist, edhe kemi solidaritet që të ndihmojmë edhe të tjerët. Po, pikërisht, me të vërtet, po besoni që është arrit misioni, e keni pa një reagim pozitiv? Po, kemi parë sepse ne sa herë që dalim që të intervistojmë disa familje, edhe kalimtarët janë shumë të interesuar që edhe ata të na ndihmojnë gjatë intervistimit të familjeve. Po, pikërisht edhe këto ndërlidhet edhe pika e digitalizimit, pra e kemi QR kodin për të skenuar, videot më atraktive, këto janë ato që me të vërtet po e kanë një efekt, pra edhe nuk përshihet vetëm nga pjesëmarrësit apo kalimtarët apo personat dedikuar për aty që janë rreth, por shihet në media sociale, sepse media sociale mund të arrit një numër shumë të madh njerëzve. Desha të fokusohen prapë të diellza rreth kurrikulës mësimore. A keni pa dështa si ka ndryshu kohëve të fundit, jo përmendet që keni qenë edhe profesoreshë gjuhës angleze, pra. Kurrikula viteve të fundit është avancu shumë dhe ka ndryshu shumë, ka pësu domethënë ndryshime të mëdha. Nuk është më metoda tradicionale e cila mësohet në përshkolla si viteve të mëparshme, por tani është më e fokusuar në teknologjinë, për arsye se kurrikula mësimore gjithmonë do të më avancu, me u rishërtu edhe me u përmisu ato mangësit që i ka, se gjithmonë çdo dokument i shkruar ka nevojë momentin që implementohet dalë ndryshe nga ajo që shkruhet. Mendoj që kurrikula do të më u rishërtu edhe më u plotësu mangësit që i ka, duke u bazu gjithmonë në teknologji edhe me nevojat e nxënësve. Për arsye se me kurrikul në planet janë edhe kompetencat edhe të nxënit të fushës që dohet na gjithmonë si mësimdhënës, varësisht prej landës që e kemi, me u fokusu që mi nxjerr tek nxënësit ato kompetenca në bazë të lëndës. Pra duhet të analizohet goxha thellë kjo. Po, është realisht një dokument, për thonë kështu që do të me pas një mbikëqyrje ose një analizë shumë të thellë, sepse është diçka shumë e rëndësishme se në bazë të saj bëhet krejt procesi mësimor, në bazë të kurrikulës mësimore. Domethënë, mendoj që kurrikula do të me u shqyrtu ose me u shkru në bazë të vendit ku jemi edhe duke u bazu në shkollat tona, ju të mirët një kurrikul domethënë për shkollave më të avancume, sepse na sado që dëshirojmë ende nuk e kemi arrit atë nivel, me pas teknologjin aq të avancume, se kemi ende shkolla që nuk kanë as domethënë teknologjin bazike, nuk kanë as projektor, nuk kanë as kompjuter në shkolla dhe detyrohen me vazhdo me mësu në metodën tradicionale. Kurse kemi edhe në shkollat të qytetit që kanë projektor, kanë smartboarda, por
që jo edhe shumë përdoret teknologjia. Duke pas parasysh nxënësit e sotëm që gjithmonë janë pro teknologjisë, do të më mundu sa më shumë me e fut teknologjinë në mësimet e tona, që ata me qenë sa më të vëmendshëm edhe ma të kaqshëm se cili mësim. Për arsye se mendoj që do të më bu një balancë mes mësimeve praktike dhe asaj teorike, atë që mësojnë si teori me pa të paktë, nëse nuk mu kemi kabinetet të mjaftueshme, do më thonë, me zhvillu një proces si në kimi, si në fizik, të pakten me lëshu në basë të teknologjisë edhe me pa ato se qysh po zhvillohet taj aktivitet, do më thonë në mënyrë praktike. Ndoshta kjo pjesë është edhe më rëndësishme sa teoria, sepse në mënyrë praktike ngulitet në kohë, po më me thonë. Po, në bazë të përvojës që unë e kum pa që nxënësit më shumë mësojnë gjatë punës praktike se sa asaj teorike, sepse kemi nxënës që më shumë mësojnë duke e bërë një punë ose duke e pa se sa kur të lexojnë se ato e harrojnë më së ndaj. Po dhe kemi stilet ndryshme të mësimit, që secili nxënës fakt e ka atë mënyrën unike se si i marr informacionet, pra për ty Selvi. Çka është e rëndësishme tek mësimi? Përmendëm po ashtu desha të fokusohem edhe tek përgatitja në shtëpi, sepse kjo vazhdimësia e mësimit është ajo kryesorja. Përgatitja në shtëpi me mësime është një nga faktorët më të rëndësishëm për arritjen e suksesit, sepse përveç përvetësimit të njohurive, ne kemi edhe rritjen e vetbesimit, edhe po ashtu disiplinën. Domethënë, një nxënës nëse është i përgatitur për orë, sigurisht që do të ketë edhe një vetbesim sa më të lartë, edhe kështu që është e rëndësishëm që ne edhe të kemi kohën e menaxhuar, edhe po ashtu nëse i kemi gjitha këto të plotësuar, do të kemi edhe mendimin kritik. Tek vëmendja e prindërve, pra dhe përkushtimi i tyre, sa mendon që është e rëndësishme kjo? Vëmendja e prindërve në procesën mësimor është shumë e rëndësishme. Të e marrë parasysh që na në shkollë jemi me një orar 8 orësh, nuk është që mujna me menaxhu nxënësat brenda shkollës, mirë po nëse nuk e kena një bashkëpunim të mirë me prind, është shumë e vështirë. Sot fatmirësisht prind janë shumë bashkëpunues edhe janë shumë të interesuar për nxënësat, për fëmijët e tyre, qoftë për sukses, po ashtu edhe për sjellje dhe gjithçka tjetër. Mendoj që një faktor shumë i rëndësishëm është prindi në edukatën se çush ja jep një fëmijës që me vazhduaj çat edukat edhe në shkollë, me formuar edhe më shumë karakterin e tij, që masani me pasu dhe me nota dhe me krejt gjanat e mira. Fatmirësisht që bashkëpunimi me prind është shumë i mirë, edhe nuk lën hapësirë për me dëshiru, mirë po janë gjithmonë të gatshëm për fëmijët e tyre me bu çdo lloj marrëveshje që është në të mirën e tyre, edhe janë shumë afër edhe me mësimdhënësat, edhe me çdo gjë tjetër që është në të mirën e fëmijëve të tyre. Po tashmë kam vrejt edhe unë personalisht, kemi grupe ndryshme ku lajmërohen për çdo aktivitet, kërkojnë foto, pra gjithmonë është taj interaktiviteti dhe lidhja, pra sepse është se një familje mundem me thonë shkolla. Është si një trekant që do të me funksionu sakt nxënësi, mësimdhënësi edhe prindrit, për me mujt me pas një sukses të mirë secili. Po pikërisht sepse është koha pra e rritjes. Kemi sidomos edhe puna me tek adoleshentët, hormonet janë, domethënë rreth e rrotull, emocionalisht do të me qenë të mbështetur. Se është faza më e ndihshme, edhe kanjëherë do të me lujt edhe mësimdhënësi një rol që e mbështet edhe jap shumë forcë, se nga njerë se cili prej neve ka lënë situata ju të mira, në momentin kur e gjeni mbështetja, atëherë kena me pa dhe një ndryshim shumë të madh për të mirë tek fëmijët. Po ashtu edhe tek rrjetet sociale, pra, si mendoni që ndikojnë ato dhe cilat janë ata kufijtë që dohet? Të e marrë parasysh në botën e teknologjisë ku na po jetojmë sot, rrjetet sociale që kanë anë pozitive, kanë edhe anë negative, si pozitive që po na ndihmon secilit prej neve që me këshyr më shumë, me marrë për te dijes, mos me e kufizu, që shka qenë në kohën e kalume që i kemi pas veç libra për me mësu dhe nuk është që kemi pas shumë materialet e tjera ku na mujna me uzgjeru edhe ma shumë e pasuru dijen tonë. Sot, nxënësat e kanë që të mirë se në botën digjitale mund është me kërku shumë a shumë materiale dhe që i gjenë për te librave dhe dijes që na zakonisht ja japim në shkollë. Efekte negative se në gjendjen e tyre emocionale po ndikon shumë se po lidhen shumë me botën virtuale dhe po mendojnë që çdo gjë që shohin në rrjetet sociale ç'ashtu është, kjo që po i bën me shkaktuar në gjendjen tyre psiqike pak më shumë probleme emocionale, që mundet me ardhë më shumë stres. Krejt e dina që në momentin kur na kena shumë stres, mundet me pasu deri te ankthi ose nganjëherë depresione. Të e marrë parasysh që
fëmijët në shkollat e mesme janë në zhvillime sipër, janë në adoleshencë, për me u dok edhe me u bu pjesë ka njerë e shoqënisë, mujnë me e bu muni keq dikën tjetër, edhe që kjo bota sociale për ndikon pak që ndjenjën e empatisë me e humbë. Mos me pas shumë ndjenjën e empatisë për dikën tjetër, për mu konë ma të lidh vetëm me botën sociale, që një efekt shumë negativ që shihet tek trenjësët. Por ata kufijnë të besoj vendosen gjithmonë, sepse mundemi ndoshta edhe me loni një kohë caktume kur jemi në telefon, një kohë caktume kur lëm lojra të ndryshme në kompjuter, apo këto që me pas një balans, me dojnë me shiju ndoshta edhe natyra nga njerë, apo. Edhe kisha me cek që në momentin që përkujdesi i prindërve edhe mbikëqyrja atyre është e saktë dhe e duhur, tek fëmijët e tyre nuk kanë me pas problem. Kështu që unë kisha thonë që secili prind, sidomos prej klasës 8 e deri te klasa 11-12, me qenë në matë vëmendshëm edhe me pa me mbikëqyr fëmijët e tyre se si po e përdorin teknologjinë, edhe se këto videot ose virale që po shkojnë, mandej po janë shembull një farë mënyre për të rinjtë tonë. Edhe pse nuk janë shembulli më i mirë, po ata po thonë se kjo bëhet famshme prej kësajna dhe po tentojnë me kriju të njëjtën. Po mendoj që momentin që prindërit janë domethënë të gatshëm edhe i mbikëqyrin fëmijët e tyre, nuk ka me pas problem. Kurse për shkolla gjithmonë, si profesorët, si drejtori i shkollës, si stafi, janë realisht shumë bashkëpunuese dhe mundohen që mos me i lajnë nxënësit të devijojnë një farë mënyre ose të provojnë disa gjëra që i shohin në internet edhe në shkolla siç ka ndodhur në shkolla tjera. Po pikërisht, por të është edhe të rëndësishme edhe liria që duhet japet, pra, sepse mundemi me kufizu ndoshta me 1 orë 2 telefonin, por në qoftë se kemi ndoshta një projekt caktuar apo diçka të tillë, duhet me shoqëruar ndoshta një seri apo një film ndryshëm, atëherë këto janë mënyra të shëndetshme për me përdorë telefonin. Momentin që domethënë nxënësit mbikëqyren se çka po shikojnë edhe për çka po përdorin teknologjinë, nuk ka me pas problem, se teknologjia është diçka që është zhvillu realisht shumë edhe na ndihmon secilit prej neve, në momentin që përdoret në mënyrë të duhur. Në momentin që përdoret në mënyrë jo të duhur, mandej ajo po kalon në një situatë tjetër, po momentin që prindërit janë të vëmendshëm ndaj fëmijëve të tyre, nuk ka me pas asnjëherë problem. Selvi, dua të fokusohem tek ti, pasi që ju jeni klasën e 10 dhe jeni në atë kulmin pra edhe të përgjithësive, edhe të mësimit, edhe të informacioneve të reja, pra e keni kështu të grumbull të përgjithësive të ndryshme, cilat po i bëni po besoj në mënyrën më të mirë të mundshme. Si përdor teknologjinë pikërisht për me plotësu krejt këto kritere? Në shumicën e kohës, unë teknologjinë e përdori për projekte dhe për hulumtime që kanë të bëjnë me shkollën, por sigurisht që unë gjej edhe një kohë të lirë ku mund ta shfrytëzoj për të shikuar televizor, filma edhe gjëra të tjera. Domethënë për gjithmonë duhet të kemi një kohë të limituar sepse kur nuk duhet të lëmë edhe mësimet anash. Pikërisht edhe balansi, këtë është ajo e rëndësishme, sepse kur e kemi atë kohën e arktimit, atëherë edhe e kemi dëshirën për me mësu, pra nuk duket si diçka monotone dhe mënyra atraktive për me ulumtu, siç e përmendi edhe Linda, profesoresha, atëherë është ajo që e bën balansin kryesor dhe nuk bëhet e mërzitshme, pra mësimi është diçka që e presim për me bo. Atëherë, në qoftë se doni mundi me dhoni mesazh për të rinjtë tonë, për projektin, për promovimin e këtyre vlerave. Një mesazh mjaft i rëndësishëm që i kisha thënë të gjithë të rinjëve është që përveç mësimeve edhe zhvillimit akademik që ata munden më fokusu, mos me harru gjithmonë me marrë pjesë në aktivitete të ndryshme, sidomos në projektin promovimi vlerave humane që është në kuadër të Kryqit të Kuq, për arsye se përveç mësimeve që mësojnë shkollë, në bazë të këtij projekti mësojnë edhe empatin, solidaritetin, humanizmin, edhe shohin botën reale se me çka përballin njerëzit e tjerë, se nganjëherë po harrojmë po fokusohemi nashta vetëm vete edhe nuk pedina me çfarë probleme po përballet bota ose rrethi ynë, kështu që më dal sa më shumë ju ndihmu të tjerëve, me qenë sa më të vëmendshëm për rrethin, si shokëve, shoqeve, si të afërmëve, në çfarëdo nevoje që kanë ata.
kisha thonë që do më thonë me u fokusu ma shumë në promovimin edhe të solidaritetit dhe humanizme që e kanë, besoj që e kanë në vetë vete, vetëm me vëmë shumë në pa. Faleminderit shumë që ishe sot në studio edhe në nderut, këto me diskutu këto tema ka që të rëndësishme. Faleminderit për ftesën. Dashur shikues, ka që kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.